Mish të zë mikrofoni po takomi bashk përsëri për mirësjellje tjera emocione, qo përmes muzikës apo përmes rrëfimeve që sonte do të na sjell një shoqe e imja, ka kohë që punojmë bashkë që e një, që e vlerësoj shumë, super këngëtare, një këngëtare që ka shumë hite, që kënon shumë mirë live, që ne vlerësoj shumë, padyshim se mos kishte qenë shumë e mirë live, nuk kishte me qenë sonte këtu me neve. A qështu Lori, sonte me mua Lori mirë se vjen. O Pine, di që më skuqe apo jo? Qof temperatura. Jo, kjo është vërtet keq. Faleminderit sinqerisht. Faleminderit, e çmoj shumë çdo fjalë tënde, e çmoj shumë miqësinë tonë. Jam e lumtur që jam sot në emisionin tënd, edhe pse mas kaq kohe, por më mirë vonë se sa kurrë. Edhe mendoj dhe shpresoj që jo vetëm ne që do kënaqemi këtu, por edhe ata që do na ndjekin. Padyshim. Unë turoj shumë për këtë emision të mrekullueshëm. Për momentin është një ndër emisionet më të bukura dhe më të shikuara, kështu që komplimente nga ana ime. Faleminderit. Suksese. Falenderoj edhe ty që ke gjetë kohën, se di që i me angazhime. Me kënaqësinë më të madhe. Faleminderit. Lori, fillimisht tregom çuçi edhe çka i të bën në këtë kohë, çu ke kalu dimrin, çu ka gjetë pranvera tash. Mirë bin, me thënë drejtën kanë qenë ato angazhimet që i kam unë, koncertet jashtë vendit, gazmendet familjare që kam pas edhe jashtë, por edhe këtu. Kështu që jam shumë e kënaqur edhe shumë e lumtur me gjithatë përkrahje edhe mbështetje nga publiku im, nga fansat e mi ndër vite që me thënë të drejtën më japin shumë motive dhe më japin një lloj energjie shumë të mirë që unë të vazhdoj. Sepse siç e dim, tregu vitet e fundit është pak i përzier. Pikërisht po. Kështu që unë po mundohem që t'jap atë maksimumin tim edhe mos devijoj shumë se kompromisi bëhet gjithmonë, kuptohet. Që është më e mira që ti nuk je tu e lëshu përkundrazi konkurrencës, edhe që këtë tranzicioni muzikor që është ndodh, cili është sekreti që ti po e mbon po rrekat shumë aktive. Faleminderit. Që mund kene konstant. Po, jam munduar që mos dal nga Lori, me sinqeritet. Edhe mendoj që sekreti janë disa faktorë që bëjnë që unë t'jem akoma në treg dhe të pëlqejm nga një masë e mirë e njerëzve, e publikut tim, po është këndimi live, siç e the edhe vetë, që është një ndër armët e mia më të forta. Është afërsia me njerëzit. Unë mendoj që sa me këmbët në tokë t'jemi, sa më të afërt jemi me ata që na mbështesin, që na duan, aq më lart shkojmë. Edhe patjetër që fatmirësisht edhe faleminderit Zotit që me vokalin jam në formë të mirë shumë. Super. Qysh ke mujt me rujt? A ki ndonjë sekret që ke rujt vokalin? Normal që natyrshëm veç e ki ta ka fol Zoti, po duhet. Ka edhe për kujdesje. Po, me thënë drejtën nuk është se s'kam në një kujdes të veçantë, po këto gjërat më kryesore, për shembull siç janë pijet me gaz, unë kam shumë vite që nuk i përdor, të ftohtat nuk absolutisht, as ujin e ftohtë, as lëngjet, jo fare, cigare, alkool, jo, edhe gjumin mundohem ta bëj të paktën kur skëndoj mundohem të flej herët, kështu që janë disa faktorë, e përdor mjaltin shumë, patjetër edhe kjo, domethënë këto janë pak a shumë. Po se na kena punu edhe në studio, përse na punu edhe live koko. Po. Më ka marrë malli bile për mbrëmjet tona live shumë. Po. Edhe shpresoj që të kemi në një edhe pse ti e ke lënë duke ti çik. Po, ne pak e kom anashkalu. S'ke vaj se e ngarkuar me gjëra tjera. Po tash po shfryzoj këtu. Po, shumë mirë. Prapë edhe këtu po do të bëj. Shumë mirë, po, edhe këtu je live. Nëse kthejmë para 20 vjetëve edhe sot, sa mendon që ka ndryshuar muzika dhe qysh po mësh më përshtat me trendin e ri? Ka ndryshuar, goxha. Çka po mendon që është u bë gabimet, çka po mendon që ka ndryshuar për të keq edhe për të mirë? Unë mendoj për të keq ka ndryshuar që nuk janë këngët më, nuk janë tekstet siç kanë qenë. Po temat, domethënë temat e ndryshme, tani po bëhen tekste sa më shkurt, fjalë të përsëritura shumë herë. Këngët domethënë nuk kanë një gjatësi. Më përpara kanë pasi gjatësia, për shembull këngët që do këndojmë neve sot janë shumë vite përpara të punuara, po prap njerëzit domethënë kanë nostalgji për atë kohë dhe për ato këngë dhe i dëgjojnë.
Kështu që ka ndryshuar goxha tregu, edhe patjetër që kjo rinia kërkon komplet diçka tjetër, edhe shumë mirë. Nuk jam kundër këtyre rrymave të reja që kanë ardhur në treg, sepse edhe unë mundohem gjatë prezantimeve live të fus edhe diçka nga këto, se është patjetër ti duhet të bësh update, se ndryshe nuk. Me që është duhet me punë reportore dhe me. Po, por mendoj që prap edhe pse ka ndryshuar kohëve të fundit, përderisa dhe emisioni jot do më thënë ka ndezur goxha, është bërë shumë viral, njerëzit e duan muzikën e mirë edhe muzikën live. Kështu që shqyqyr më në fund, po rikthemi ndoshta përsëri. Po vlerësohet edhe kush këndon live. Po ka klabe që non-stop, po kanë, sidomos në Prishtinë, një herë ke plot që këndohet live, edhe këndojnë këngë të bukura që njerëzit kanë dëshirë të dëgjojnë. Edhe shpresoj shumë që të vazhdoj ky ritëm. Unë kam qenë më i ri, kena që ma të ri krejt, kur i kom ndëgju këngë të tua, edhe i këna bo nga përmami edhe me këngëtar tjerë, me kanë komponu, edhe di shumë këngë tua. Faleminderit. Edhe është një që i kom ro me pianon atë ku, vetëm zëri i ëmbël. Po, ajo ka qenë në 99-2000, do më thënë të albumi e si ta them, një ndër albumet më të shiturat asaj kohë, si që më kanë thënë producentët që kanë pasur për Kosovë, për Maqedoni dhe jashtë në diaspor, ka pas disa këngë hite në fakt, ka qenë vetëm me ty, kjo vetëm zërit i ëmbël, e si ta them, kur ndritën mbi Tiranë. Okej. A i bojna vetëm zërit i ëmbël e si ta them, a i këshën bo bashkë? Po, patjetër, me shumë kënaqësi me zi kam pritur. Hajde, shkoj. Patjetër. Kur ti je larg e nuk më flet, më bëhe dita 100 vjet. Lus Perëndin të vija i qast, unë edhe ti të jemi bashk. Do të këndoj vetëm për ty, se dashuria s'ka kufi. Do të këndoj vetëm për ty, se dashuria s'ka kufi. Vetëm zëri yti ëmbël këngën e bën bukur. Vetëm me ty në këtë jetë do të jem e lumtur. Vetëm zëri yti ëmbël këngën e bën bukur. Vetëm me ty në këtë jetë do të jem e lumtur. O jetë të thras, por nuk gjegjesh do dashurin që kam. Kur mos ma largo, o jetë të ras, por nuk gjegjesh do dashurin që kam. Kur mos ma largo, e si ta them sa shumë të dua, si dritën e syve t'mi, jo në bot mos ka për mua, lulet bukur por si ti. E si ta them sa shumë të dua, si dritën e syve t'mi, jo në bot mos ka për mua, lulet bukur por si ti. E si ta them, tan tararam. Bravo Bini. Ej, qa këngësh, patjetër që duhet me i falenderu ata që i kanë punuar këto këngë. Kush ka qenë Atere për të dyja këngët i ka punuar Afrim Ajdari, një miku im, kolegu im i një super orkestrë nga Gostivari, 4+, vëllezrit Ajdari. Komplet albumin e ka punuar në fakt, të gjithë albumin e si ta them, po e ka punuar Afrimi, kështu që faleminderit. Tekstin e parë të vetëm zërit e më ka bërë Fatmir Muja. Po, Fatmir e përshëndesim, Fatmir të kështu si mirë shoki. Faleminderit, normal, edhe e si ta them e ka bërë Violeta, Kajtazi, shoqja ime. Po, Violeta. Violeta shkruan her pas herë dhe shkruan bukur. Po, Violeta. Dhe këtë tekst e ka qarë me lot. Kështu që faleminderit. Po të më të aboni pyetje. Po. Çfarë raporte ki me kolegë, po mendoj, e di që e ki me krejt mirë, edhe qysh e ke po disa prej kolegëve që kanë hyrë në politikë? Atere, unë kam raporte të mira. A mund me qenë një artist dhe politikan i mirë?
Po pse jo? Nuk them pse jo, por në fakt unë personalisht nuk e përziej, do të thonë s'jam përzier asnjëherë me politikë, nuk është se më intereson politika. E përcjell? Sepse unë jam, po patjetër, se unë jam pjesë, jam njerëz si gjithë të tjerët. Vetëm politikë jo. Jo, Bini, nuk jam. Për atë pjesë nuk ma thot fare. Okay. Por nuk jam kundër atyre artistëve që kanë bërë edhe politikë dhe muzikë. Pse jo, në qoftë se ti ke prirje edhe për muzikë, edhe pse është e vështirë, patjetër, është e vështirë. Publiku mund të jetë i një anshëm, sepse gjithë kush i ka politikat e veta dhe ndoshta ndikon pastaj në karrierë. Megjithatë, nëse bën politikë të mirë edhe të drejtë, unë mendoj që nuk është keq me u marrë edhe me politikë. Edhe me muzikë. Sakt, po, mas mjeti. Po të më ta bëu edhe një pyetje për trendin e fundit që po krijohet me inteligjencë artificiale. Po, mos më pyeta. Apo mendon që është të kriju që është ekzistu frika pak që s'ka me pas më nevojë për këngëtar që po gjenerohet një sani e tillë non stop që veç po shkon tu u shumu, edhe po ka raste kur po bëhet diçka me inteligjencë, njerëz po mendojnë që është një këngëtare Lori ose dikush tjetër. Sepse po marrin, ju e dini më mirë se si punohen ato në, domethënë AI, po ç'a të them, nuk kam koment, është e tmerrshme. Është e tmerrshme. E para në kohëve të fundit po punohen shumë këngë dhe nuk është e drejtë. Patjetër që ta jep, nuk jam kundër asaj që ti të marrësh një mendim, por jo që të jetë komplet kënga e punume. Ma nuk është në rregull, nuk ka shpirt ajo këngë, ajo këngë s'ka asnjë lloj emocioni. Domethënë dhe unë kur ta këndoj në studio nuk do kem emocion, s'është ajo është jo reale. Kështu që shpresoj të paktën këta kompozitorë që ju kemi shumë të mirë, të vazhdoni punën ashtu siç e keni bërë dhe më përpara dhe mos ndikoheni shumë nga kjo frymë. Shpresoj shumë, por imagjino me orkoa mos me marr mo as këngëtar as DJ ndosma, me marr një robot. Nuk e besoj që dasmat, nuk e di. As kodit autor, as pneumaton. Dëgjoj neve edhe për Covidin s'kemi menduar asnjëherë që do vi ose disa gjëra që po ndodhin, por nuk besoj që shqiptarët bëjnë dasëm pa muzikë live. Jo. Po prap se prap. Ti e di mas meti. Tregom ç'po shkon puna me dasma, se e di që je shumë e kërkuar, ke shumë përvojë, shumë eksperiencë edhe je shumë e dashur. Nuk dua të shes mend. Faleminderit të gjithë atyre që kanë besim ke unë, edhe që më ftojnë dhe unë jam shumë e kënaqur. Kështu që mezi po pres që të vi sezoni dhe pse gjatë gjithë vitit ka gazmende edhe këtu edhe jashtë, tani në prill sidomos e kemi si gjysmë sezoni, kështu që faleminderit tash edhe një herë. Mundohem të jap maksimumin bin. Është një gjë që unë e falenderoj Zotin që mundem me këndu disa lloje të muzikës, duke filluar nga muzika popullore e pastër, domethënë Shqipëri mesme, jugut, muzikë veriore, muzikë me çifteli, patriotike. Okej. Jug, domethënë çdo gjë. Po do më ndërhyj këtu. Po. Përveç baladave që kena me këndu, alo. Çka kishu mujt me këndu diçka Shqipërisë mesme ose të jugut diçka? Të Shqipërisë mesme, po e këndoj një këngë, është një këngë e Shqipërisë mesme e vjetër, po më zemra si Valdeti, e ka këndu dhe Parshevi Simaku. Po. Një këngë shumë e bukur që unë jam prezantuar para shumë vitesh, kur ka ekzistu festivali i këngës popullore në radio televizionin shqiptar, dhe kur ka qenë gjallë i ndjeri artisti më i madh që kemi pas, Ferdinand Deda, domethënë një artist i papërsëritshëm, dhe un kam pas fatin që ai ka marrë dhe çmimin e tretë faktikisht me këtë prezantim, jam vlerësuar me çmimin e tretë, edhe kam pasur fatin që të ka qenë fillimet e tua? Mund të them që kisha disa vite që kisha filluar të këndoj. Jo fillimet, po, ishin disa vite që kisha filluar, edhe me thënë të drejtën ishte një prezantim shumë i mirë dhe më futi në një rrugë, domethënë që unë thjesht fillova të krijoj tamam atë besimin në veten time që jo vetëm te muzika e lehtë, unë kisha kënduar faktikisht në koncertin e Stinëve, këngën dua të them, në koncertin e Pranverës atëherë kur ka qenë, edhe u gëzova që po rikthehet përsëri koncerti Pranverës, me këngën e Adrian Hilës, dua të them se nuk jam ajo që isha. Ka qenë një super këngë. Me kërkon ke marrë pjesë, a? Po. Dhe pastaj më njëherë mas kësajt mora pjesë në këtë festivalin e këngës popullore. Dua të them që
e krijuava domethënë tamam një besim te vetja që unë edhe muzikën popullore mund ta këndoj shumë mirë edhe mund ta vazhdoj edhe më tej. E di që je e gjithanshme në zhonën e muzikës. Domethënë që ti bëj mirë. Pikërisht për ato po them që jam më e mira, por mundohem që ti këndoj sakt. Po. Pikërisht për ato po sonte me shpalos Lorin pak më shumë, me shëtit na për zhondet të ndryshme, me kënu çka jog, balada, çka kena me kënu patriotike, këtë kena me ma pak se e di që i kënu mas miri. Lori, a i të bo diçka një projekt fundit? Jam duke punuar disa këngë, janë më shumë këngë, domethënë kam 2 këngë të dasmave, e kam një përpunim të një këngë të vjetër që besoj që jo timen, është një nuk dua të zbuloj më shumë sepse dua ti përfundoj një herë. Jam domethënë kështu në punë sipër, kështu që shpresoj të dalin mirë. Por ti përgatit diçka sigurisht më gjallë për vjet tash, a? Po pastaj kam disa projekte në mendje, edhe nuk e di a do realizojnë të gjitha, me thënë të drejtën, po shpresoj shumë që të kem disa projekte. Po. Qa do bësh ti, do më bësh në gjë apo jo? Patjetër, këna nevojë. Unë e pres ti e din. Gjithësisht. Lori, po du më të pyet, a ko rretit fshet në estradë? Edhe so keni qenë ma shumë të lidhën përpara si artist, si koleg, dallimin më atëherë me tash. Se ti i ke mri edhe gjeneratën e kalume, i edhe tash aktuale. E vërtet. Mendoj që ne në atë kohë kemi qenë shumë më të lidhur me njëri tjetrin, edhe kemi qenë më pak të djallëzuar, edhe shumë respekt ndaj njëri tjetrit. Sidomos ndaj këngëtarëve që atëre ishin big artista, unë po flas për fillimet e mia, ekzistonte një respekt i jashtëzakonshëm, domethënë edhe për kraje, edhe atyre, jo gjithmonë, por sepse siç e the edhe vet, xhelozia ekziston, jo vetëm ke ne, po mendoj që në gjithë botën, edhe ke artistët botëror ekziston. Por unë mendoj që nëse është një xhelozi jo dashakeqe, sepse nëse ti shikon një artist që po punon fort, që publiku po e do, po e përkra, mendoj që duhet marrësh më të mirat, domethënë të thuash, po pse dhe unë mos të punoj, ose mos të kem dhe unë gjërat bukura, po jo të mendosh që si ta shkel me këmbë këtë artist se po rritet shumë shpejt. Kjo është xhelozi dashakeqe, por nëse ti ke ambicie të mirë për të ecur përpara, ajo është gjë shumë e mirë, sepse çdo artist duhet të ketë ambicie. Pa ambicie ti nuk mundesh të krijosh, edhe ti jesh gjithmonë në trende dhe ti jesh shumë mirë me projekte, me koncerte, me gjithçka. Kështu që mendoj që ekziston, po. Ekziston. Tani në këtë kohë artistët kanë më pak respekt për njëri tjetrin, këta artistët e ri sidomos. Fakt. Po. Domethënë nuk e vëj re për shembull kur, edhe pse un kam raporte të mira, se ndoshta edhe ja si thosh ja s'po e gjej fjalën e dur. Ja prin me qenë mirë. Ja imponoj, s'po i gjeja do të fjalën, ndoshta edhe e imponoj atë, se edhe ndoshta i flas edhe para se të flasin ato i flas unë. Por tregojnë në përgjithësi kolegët, shokët, miqt që këta gjenerata e re janë shumë më të tërhequr, më pak falenderues, më pak të respektueshëm ndaj një gjenerate tjetër të artistë. Po, e vërtet. Po du me dollë të pjesa e këngëve tua, sa i lejon artistat e ri me t'i këndu këngë, se po më ndodhë mu edhe këtu, në emision. Që ke probleme? Po, kam të probleme të vogla që këngëtarët, ose kompozitorët, dhe më thonë, po ja ndalojnë artistave të ri që po janë tonë në emision, dhe më thonë po bojnë qojnë kërkesa për mi fshi kongët. Dhe më thonë plus këtu nuk është që këndohen konga komplet, këndohet një strofë një refren, edhe qëllimi jam është që mi përkro ata, edhe për atë për e bëj, që me hap një dirë për artistat e ri, dhe më thonë non-stop ka kërkesa që për me indalu. Ka rast
një kompozitor që ka kërkuar me fshi edhe në TikTok. Një video ose disa videot një artisti të ri që ka qenë era e portone që ka këndu. Unë të përgëzoj që ti ke marrë një hap shumë të rëndësishëm për artistë të rinë, sepse ne e dim që rrjetet sociale bëjnë të vetën, por këtu është tjetër promovim. Sepse në rrjetet sociale, flas për YouTube ose disa TikTok që ai kemi në Instagram, ndoshta edhe mund të mos vrehesh nganjëherë. Kurse këtu në emision është tjetër gjë dhe njerëzit kur dëgjojnë live, atje e krijojnë përshtypjen për ty si këngëtar, si artist. Mendoj që ndoshta nuk është e drejtë. Pse? Unë kam qef dhe kam shumë dëshirë kur këngët më këndohen. Atëherë domethënë kënga jote vlen. Sakt. Pse jo? Kur kënga s'të këndohet, se ka marr asnjë për ta këndu, ti domethënë s'ke pasur sukses te ajo këngë. Unë s'po kuptoj, domethënë. Dhe është shumë që e mirë, pse mos? Është reklam, është një rikujtim i një artistit, një hitit, se dikush ka me pyet kush e kënon origjinalin. Këngën time si ta them e ka këndu Labi dhe unë e falenderoj dhe ai më ka bërë një falenderim pastaj në Instagram. Që Labi është super artist, është miku im dhe nuk diskutojmë, domethënë se fjalët për të flasim ditë e natë, se unë kam punu shumë me Labin edhe është jashtëzakonshëm, domethënë këndimi live i atij, shpirti që ka ai si artist, rrallë kush e ka. Edhe e kishte qa këngën, e kishte shkri. Normal e këndum prap live bashk kemi qenë në Belgjik, në Bruxelles, në koncert edhe me thënë të drejtën ishte një ide që ne ta bënim bashk atë këngë. Por do e bënim ke ty edhe nuk e di ti sa do kesh mundësi. Po e them publikisht tani që të të vej pak ty në pozit gjithshko. Që të na i bësh atë këngë. Edhe u gëzova, pse jo, shumë mirë që e ka kënduar dhe e ka këndu bukur, i ka dhënë një frym tjetër, normale, çdo këngëtar e ka stilin e vet, ka bukurinë e vet të vokalit. Dhe është mirë kur këngët risillen mas shumë vitesh. Po, sidomos kur e një me një version shumë të mirë, të këndu me dikujt. Patjetër. Është shumë gjë e mirë, por kur e këndon dikush që me të vërtet se ka kënduar mirë, nuk ja ka dhënë tamam atë vullën, si të them, të vjen keq me ta prish dikush këngën. E vërtet. Por këtu nuk besoj që dikush i prish këngët. Jo. Përkundrazi, unë i kam dëgjuar disa këngëtar të muzikës lehtë, zbavice, që i kanë këndu disa këngë popullore që unë jam shkri, sinqerisht. Aq bukur i kanë risjell, sa nuk e di, bravo. Faleminderit, shumë për këtë ata që kanë qenë këto. Lori, çfarë po kënojmë diçka tjetër, se kena me kënu shumë. Sa kemi. Unë shpresoj që mos harrojmë në një gjë se aq këngë, aq shumë albume, aq këngë solo që kam pasur edhe që kam, sa edhe vetë nuk i mbaj mend nganjëherë, ngatroj dhe tekstet në njerëz se si këndojmë shpesh live, prandaj vetëm kur na i kërkojnë njerëzit që janë nostalgjik këto këngët e vjetra, i këndojmë. Përndryshe kemi rënë ato këngët e reja edhe i kemi bërë kështu. Një balad tonën i kemi bërë pak monoton bile. Po, bëjmë një balad? Okej. E bëjmë Amerikën? Me qënë se është një ndër këngët e mia më të dashura. Po? Po. Okej, me klasi. Është një ndër këngët e mia që unë, me thënë të drejtën, e du fort edhe mund të them që është ndër të vetmet. Janë disa këngë që unë i dëgjoj në makinë, se s'më pëlqen ta dëgjoj vetën në makinë asnjëherë, se gjej 100 gabime. Dhe ajo këtu se kam bërë mirë. Okej, domethënë një prej atyre që nuk mundesh me ndëgju shumë vetën, se ka shumë këngëtarë që e di që jo, se dëgjoj vetën, në rrallë. Vetëm kur e bëj këngën normale dëgjoj. 90% e këngëtarëve. Nuk e di pse. Nuk e di. Okej. Po, Amerikën e du fort edhe është një këngë që ka marrë pjesë në këngën magjike. Në vit? Në vitin 2007. 2007. Aida Baraku tekstin, Armendi Rexhepagiçi në muzikën dhe orkestrimin Darko Dimitrov. Domethënë janë një treshe legjendat muzikës, sidomos Aidën dhe Armendin i përshëndes shumë dhe i falenderoj për gjitha ato këngë pashaport që i kam unë, të festivaleve dhe jo vetëm. Domethënë, kështu që është një këngë shumë e bukur. Hajde ta këndojmë bashkë. Zero, duket jam baras me zero, as emri im si u kujtohet, nëse pranteje s'më takoj. Zero,
libër për shtypjeve zero, te prica as në disfata, vetëm zero ka plaga sa. Amerika rrugëve, zemra më fjeti rrugëve, si barishten ta për buzin ne të be, plot me frika rrugëve, betëm e suta ku am ne. Jemi larg si Tirana e Amerika, Amerika, Amerika. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Amerika rrugëve, zemra më fjeti rrugëve, si barishten ta për buzin ne të be, plot me frika rrugëve, betëm e suta ku am ne. Jemi larg si Tirana e Amerika. Bravo, publiku. Faleminderit. Faleminderit. Shumë mirë, e pa diskutueshme. Lori, është një këngë që e kom dëgju tonën, është ma ritmike, po na po e bojnë me një version tjetër sot, flitet. Po, pa tjetër. Është që se na veç me piano, të rikthena me një version tjetër, besoj që ka me pëlqy. Ndoshta del më bukur. Okej. Është kënga flitet nga Ilir Berani dhe Maki. Domethënë tekst po, muzik, po okej. shumë kohë përpara. Po, shumë po. Flitet, po flitet, se me vite ti më ke mashtru. Pas shpine për shpëritet, se mirë m'ka gjet kur t'kam duru. Zdo të jet as pak çudi, nëse mes nesh troket një ndarje, tash e di se miqtë e mi më kanë shiku me keqardhje. Se po flasin nuk mërzitem, se me fjallë na shko jeta. Mua më dhem fjallët që fliten janë të vërteta, janë të vërteta. Se po flasin nuk mërzitem, se me fjallë na shko jeta. Mua më dhem fjallët që fliten janë të vërteta, janë të vërteta. Krejt këngë të mira. Sa bukur doli balad kjo, më vjen. Shumë, po besoj Bravo. shumë, po shpresoj që të këngë që shumë ka më pëlqyer. Bravo, faleminderit. Bravo, tazëm. Edhe unë. Okej, kisha pas çfarë patriotike më të një diçka. Po, me qenë se unë këndoj Që verzioni me shpesh piano që ty të kanë një me mira patriotike në për gazmende, në për mbrëmje, sidomos kur janë festat, 28, 17 shkurti. I këndoj shpesh këngët patriotike dhe njerëzit i pëlqejnë. Po sot unë në fakt si preferencë ime është Tret Prizreni Mori Shkodër, që e adhuroj dhe mora fjalë. Këto janë dy këngë që unë me të vërtetë i dua shumë, por po sikur të bënim Albulenën, si thua, pak. Po? Apo Tret Prizreni. Albulenën është mbo, është pak malisi, se që e kanë kënu tone. Se ka kënu kërkosh. Okej, atëherë. Është edhe shumë aktual. Për zgjedhje e mirë, po më qenë? Albulena, oh more prita, prita, dalë sultano, oh se t'erdhi dita, Skënderbeu, oh po zbrit prej malit, si Rufeja, oh po zbrit prej kalit, Skënderbeu, oh ja bani ben, po të zura, o në Albulen, as një gjallo, o nuk do shpëtoj, fushën gjaku, o do të mbuloj,
as një gjallo, ah nuk do shpëtoj fushën e gjaku, oh do ta mbuloj. Bravo. Perfekt. Faleminderit. Shumë mirë. A e kënon mbrëmje kështu ose ndoaz më sa ta kërkojnë? Në fakt Sa kërkon kompat? këngë kam këndu vetëm një herë një strofë dhe një refren, edhe atë e kam këndu kështu me telefon se ishte kërkesë e disa mysafirëve. Por tani do ta fus në repertor. Patjetër se është këngë shumë e bukur edhe njerëzit e duan shumë. E tash më herët e këndoj Tret Prizreni, mora fjalë, 6 tetor 68, këndoj Selman Kadrin. Këndoj plot këngë kështu patriotike që dhe mua më rrin mirë në vokal. Bravo. Çka ke mendu diçka tjetër më na këndu? Momenti që kena fol në telefon, që të ka shku mena me thonë, po, kom e kënu këto. Po këndojmë edhe diçka juk tani, pastaj po vazhdojmë nga këngët e mia, po jo? Okej, së problem. Po këndojmë Tu Mankuqen, me qënë se është një këngë e cila nuk mërzitet asnjëherë, si mërzitet askujt, dhe çdo herë njerëzit kanë dëshirë ta dëgjojnë, në versione të ndryshme. Patjetër, Dea, a do? Jo, këtë do ta bëjmë në hash. Hasha, okej. Tu Mankuqe moj belho, ma bën me si, ma bën me dor. Tu Mankuqe moj belho, ma bën me si, ma bën me dor. Ma bën me si ta bëj me dor, të pritë djali në obor. Ma bën me si ta bëj me dor, të pritë djali në obor. O të lumë shingishtat din. Te shtëpia me dërasa, dilmo Itale, shise plasa. Te shtëpia me dërasa, dilmo Itale, shise plasa. O dilmo e dil, ti në dritare, vajzë qa me lozonjare. Dilmo e dil, ti në dritare, vajzë qa me lozonjare. Barbaro Vasiliko, dhente mia kushido. Barbaro Vasiliko, dhente mia kushido. Dhente mia kushido, se siam e zonja për to. Dhente mia kushido, se si e i zoti për to. Bravo. E këndove tamam. Faleminderit. E këndova me tekst çam, se çam thënë si. Për ndryshe unë nusën e vllajt e kam nga Çamëria, po edhe këto këngë i këndoj shpesh në familje i duan. Po se bashkë kur e këndova që thoe ma bën me si, ma bën me dorë, e dita që të këndu tamam me. E kam kënduar të një projektim, të një projektim që kam pasur për fund vit, ka që një projekt 1 orë gjysmë live, po live. Po, nuk e dija ke pasur rastin të shikosh. O sekuencat, po. Kam zgjedhur, i kam muzikantët nga Maqedonia, domethënë është Agim Hajrullau, është Demir Basha nga Korçova, është mentor Sulejmani, Armendi, stafaj me Arsimin, stafaj 2 vëllezrit, edhe Enveri që ka bërë miksin e gjithë kësaj. Pas e pas formacionin shumë mirë. Po, edhe kemi zgjedhur këngë, më shumë këngë të dasmave, por nga të gjitha trevat tona, Jug, Shqipëri e Mesme, Dibër, është pëlqyer shumë, sepse kam bërë dhe disa nga këngët e mia, sepse njerëzit kanë dëshirë të dëgjojnë live sot, sidomos kur ka gëzime familjare, edhe kur ti zgjedh këngë që njerëzit i duan edhe janë hite ndër vite, është akoma dhe më mirë. E diskutum që jam e kënaqur me këtë është xhiruar, në të njëjtën kohë është incizuar dhe xhiruar.
ka qenë goxha e vështirë. Po në Societ Muzeum Prizren dhe nga Adriatiku. Edhe Baresha normale kam si. Qa këna me këndu të shkatje, se i na dhe në fund gati. Ua, ka shpejt? Shpejt. Po unë s'kam kënduar as 1% të këngëve të mia bie. Do të më trasësh një 5 emisione rrallësi. E bëjmë për vitri që të kujtojmë këngët e vjetra. E bëjmë për vitri diçka një ma special. Lori edhe një këngë për Gurbet, kisha pas qef më të një teknu. Falenderisht shumë që i konsonte unë në knoqa. Ua, unë shkriva fare me harmonin tënde. Falenderisht shumë. Me gishtat e artë. Faleminderit Bin. Shumë, po shpresoj që prapë këna më kom bashk. Me gjithë dëshirë, sa herë të duash, ishte kënaqësi, një nostalgji e këngëve të vjetra që kisha pas nevojë, po, edhe disa nga këngët e tjera. Shpresoj që të njëjtën energji ta kenë ndjerë dhe ata që po na ndjekin. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit shumë me këtë këngë po e përmbyllim pra, me një këngë të Gurbetit të kënduar nga Lori mas miri. Faleminderit. Hajde, okay, ku shkojmë? Kur një natë larg në Gurbet, në telefon një shok po më thret, eja o shok, ti pa mendu se dashnoren ty ta kanë martu. Kur një natë larg në Gurbet, në telefon një shok po më thret, eja o shok, ti pa mendu se dashnoren ty ta kanë martu. O Gurbet, ti më ke djeg, o Gurbet, për ty jam tret, du me këndu, du me vajtu, qaje vetë vetën, këtu pse kam qëllu. O Gurbet, ti më ke djeg, Gurbet, për ty jam tret, du me këndu, du me vajtu, qaje vetë vetën, këtu pse kam qëllu. Bravo, fenomenal. Faleminderit. Faleminderit Ben.